Vihe në pranga në kuadër të operacioneve të koduara Trace dhe Strike, dy autorët e disa vjedhjeve në qytetin e Vlorës, një prej të cilëve në kërkim, edhe për një tjetër rast vjedhjeje në një tjetër qytet. Strukturat e Komisariatit të Policisë Vlorë, si rezultati i intensifikimit të kontrolleve dhe hetimeve, përmes verifikimeve në terren dhe analizës së pamjeve të kamerave të sigurisë, kanë zbardhur dhe dokumentuar disa raste vjedhjesh. Në kuadër të operacionit Trace, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale AC, 40 vjeç, banues në Elbasan. Nga hetimet ka rezultuar se 40 vjeçari është autori i dyshuar i 3 vjedhjeve të ndodhura në subjekte të ndryshme tregtare në qytetin e Vlorës. Konkretisht, më datë 2 maj 2025 ka vjedhur artikuj të ndryshëm në subjektin tregtar të një shtetasi në lagjen 10 Korriku. Më datë 29 prill 2025 ka vjedhur një shumë parash në subjektin e një shtetasi në lagjen Pavarësia 2. Po atë ditë ka vjedhur përsëri një shumë parash në subjektin e një shtetasi në lagjen 10 Korriku. Gjithashtu ka rezultuar se ky shtetas ishte në kërkim për një tjetër vjedhje të ndodhur në qytetin e Elbasanit, ku dyshohet se ka vjedhur në një subjekt të llojit tabakino. Një pjesë e sendeve të vjedhura dhe disa mjete të përdorura për kryerjen e vjedhjeve u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në kuadër të operacionit Strike, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale BC, 41 vjeç, banues të Vlorë. Ky shtetas dyshohet se më datë 2 maj 2025 në lagje 10 Korriku i ka vjedhur me dhunë një shtetas e 2 varse Floriri dhe çantën, në të cilën ndodheshin një shumë prej 16.000 lekësh të reja dhe sende të tjera. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.